Lirimi i hapësirave publike, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit ka krijuar gjasa të henjtje me aksionin për prishje të gjitha ndërtimeve të cilat ishin bërë pengesë dhe të ndërtuara në kundërshtim me ligjin. Aksioni është përqendruar kryesisht gjatë ditës së sotme në qendër të qytetit të Vlorës dhe në lagjen 28 nëntori, ndërkohë që burime nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit bëjnë me dije për Blu Televizion se ky aksion pritet të përqendrohet më pas edhe në pjesë të tjera të qytetit të Vlorës, aty ku janë identifikuar ndërtime të cilat janë pengesë për hapësirat publike apo janë ndërtuar në kundërshtim me ligjin. Gjatë ndërhyrjeve të zhvilluara në qytetin e Vlorës, Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit është ndalur në disa pika të ndryshme, ku ka ndërmarrë veprime për prishjen e strukturave pa leje. Konkretisht, është shembur një streh metalike ndërtuar pranë një pallati banimi, e cila konsiderohej e paligjshme dhe pengonte shfrytëzimin normal të hapësirës publike. Po ashtu ndërhyrje janë kryer edhe në disa objekte të tjera në lagjen 28 nëntori, ku inspektorët kanë evidentuar ndërtime pa dokumentacionin e nevojshëm ligjor. Sipas autoriteteve, aksioni do të vijojë edhe në ditët në vijim në të gjitha zonat e qytetit të Vlorës me qëllim lirimin e hapësirave publike dhe zbatimin e ligjit ndaj çdo ndërtimi pa leje. Përfaqësues të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit bëjnë me dije se këto ndërhyrje janë pjesë e një plani të gjerë për rivendosjen e rendit urban dhe përmirësimin e kushteve për qytetarët. Ata theksojnë se çdo objekt i konstatuar në shkelje të legjislacionit në fuqi do t'i nënshtrohet procedurave përkatëse ligjore.